Përshëndetje të ndëruar shikues të Infodes, mirë se po takohemi edhe sonte këtë fillim javë. E nisëm që nga mëngjesi me shumë deklarime të ndryshme nga zyrtarët politik, por ajo që ishte më rëndësishme ishte ish kryeministit në detyrë, i cili po e mban detyrën e tij edhe si deputet po dhe si kryeministër i vendit, i cili u deklaruar në lidhje me reagimet e Donald Trump që kishin të bëjnë me dialogun e vendit. Ai tha se duhet i vjet në theks të veçantë njerëzve të cilët po i shkelin këto marrëveshje. Po ashtu edhe Shqipëria sot po i pret të gjithë liderët ballkanik në vend se çfarë do ndodh atje dhe si do të shkojë e gjithë kjo çështje. Neve do të ndjekim një blok të lajmeve për të kthyer me musafirët në studio. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë nuk mund të ndodhë pa përmbushjen e obligimeve nga ana e Beogradit, ka thënë kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ne kemi një marrëveshje bazike me Serbinë, e cila po shkelet nga Serbia, dhe natyrisht që për të normalizuar marrëdhëniet midis dy vendeve tona është e domosdoshme që ata pikë së pari t'ua dorëzojnë autoriteteve të shtetit ton, Milan Radojqićin, kryekriminalin i cili na e vrau rështerin policor, herojin e Kosovës Afrim Bunjaku, më pastaj të pranojnë të nënshkruajnë marrëveshjen bazike me aneksin e zbatimit, e njëkohësisht edhe të tërheqin atë letrën nga dhjetori i vitit 2023, kur ish kryeministria Brnabić. Dorëzimi i terroristit Milan Radojqić tek autoritetet e Kosovës, Kurti tha se është hapi i parë që duhet të ndërmarrë Serbia. Këto deklarata Albin Kurti i bëri pas ceremonisë së vendosjes së gurthemelit për ndërtimin e objektit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Shtime. Ne kemi një marrëveshje bazike me Serbinë e cila po shkelet nga Serbia dhe natyrisht që për të normalizuar marrëdhëniet mes dy vendeve tona është domosdoshme që ata pikë së pari t'ua dorëzojnë autoriteteve të shtetit ton Milan Radojqićin, kryekriminalin i cili na vrau rështerin policor, herojin e Kosovës Afrim Bunjaku. Më pastaj, të pranojnë të nënshkruajnë marrëveshjen bazike me aneksin e zbatimit dhe njëkohësisht të tërheqin letrën nga dhjetori i vitit 2023, kur ish kryeministria Brnabić pati thënë që nuk respekton integritetin territorial të Kosovës, tha Kurti. Ai foli edhe për bojkotimin e votimit nga deputetët që marrin pjesë në vazhdimin e seancës për konstituimin e kuvendit. Unë çdo herë shkoj aty që ta konstituojmë kuvendin. Ata që vinë por bojkotojnë duke mos votuar, nuk e di pse vinë. Deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës që në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe me të drejtat dhe obligimet e tyre të marrin pjesë në votim dhe me që e provuam votimin e hapur, le ta provojmë edhe votimin e fshehtë, sepse asisoj e parasheh edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nga viti 2014. Por për bindjen time, ardha në vazhdim të seancës dhe bojkotimi i votimit politikisht është sjellje papërgjegjshme, juridikisht është shkelje kushtetutës, meqense 128 e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të datës 26 gusht 2014 thotë që të gjithë përkatësisht secili deputet duhet votaj për, kundër apo abstenim, sepse konstituimi i kuvendit nuk është përgjegjësi vetëm përgjegjësi e mazhorancës, por e të gjithëve, ka thënë ai. Ai u ka bërë thirrje deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovën që të marrin pjesë në votim, duke konsideruar këtë si rrugdalje nga ngërçi politik. Ju bëj thirrje edhe një herë deputetëve që në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe me të drejtën në obligimet e tyre të marrin pjesë në votim. Me që e provuan votimin e hapur, le ta provojmë edhe votimin e fshehtë, sepse kështu e parashet edhe aktgjykimi i datës 26 gusht 2014, u shpreh Kurti. Me rastin e 26 vjetorit të çlirimit të komunës së Deçanit, është organizuar një mbledhje solemne, ku kolonelit amerikan Todd Jacobus ju është ndarë çmimi i qytetar nderi. Ky çmim ju është ndarë generalit Jacobus për kontributin e tij në luftën e fundit në Kosovë. Kryetari i Deçanit Bashkrim Ramosaj tha se kontributi i Jacobus dhe Shteteve të Bashkuara është ende i nevojshëm për popullin e Kosovës. Sot jemi në një situatë ku na kthehet kujtesa pak më mas në një qytet i cili nuk ka ekzistuar. Në një qytet që ka pas shumë dhimbje, mirë po që është merit e këtij populli, këtyre njerëzve që kanë rilind jetën, e kanë ndërtuar jetën këtë qytet dhe po ecin me hapa të sigurt sado që janë ngadalshëm. Arsyeja pse koloneli Todd shpallët qytetar deri në Deçan është për shkak se na ka lidh një miqësi e cila fillon me plagosjen e një çuni të ri në qytetin e Deçanit, i cili nuk e ka pas moshën për. Sot jemi në një situatë ku na kthehet kujtesa pas.
në një qyteti cili nuk ka ekzistuar, në një shtet që ka pasur shumë dhimbje, mirë po që është merit e këtij populli, këtyre njerëzve që kanë rilind jetën në këtë qytet, dhe po ecim në hapa të sigurta, sado që janë të ngadalshëm. Arsyeja pse koloneli Todd shpallet qytetar nderi në Deçan, është për shkak se na kanë lidhur një mirësi e cila fillon me plagosjen e një çuni të ri në qytetin e Deçanit, i cili nuk e ka pasur moshën për luftë dhe që ka mbajtur një raport në lidhje me kolonel Todd, i cili është plagosur në momentet ku mbi këtë popull po bëhej gjenocid. Shpresoj që mirësia jonë të vazhdojë dhe kontributi juaj është i nevojshëm prap për neve, tha Ramosai. Ndërsa kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj, tha se Amerika ka ndihmuar popullin shqiptar për ta fituar luftën, popullin që të kthehet në vendlindjen e tyre, në shpalljen e pavarësisë e në bërjen e ushtrisë së Kosovës. Haradinaj shtoi se nuk është qëllimi i Kosovës që të jetojë gjithmonë në një gjendje lufte me Serbinë, por që të jetë një marrëveshje e paqes mes Kosovës dhe Serbisë. Përmbi një vit luftë ne kishim përballje me Serbinë, nuk ishte një luftë e lehtë, Amerika na ndihmoi. Pra është e vërtetë Amerika na ndihmoi me fitu luftën, me shpëtu popullin tonë, mu kthy me jetu këtu. Na ndihmoi më vonë. Mbi një vit luftë ne kishim përballje me Serbinë, e nuk ishte një luftë e lehtë. Amerika na ndihmua me fituar luftën, me fituar popullin tonë dhe me u kthyer me jetua këtu. Na ndihmua më vonë në shpalljen e pavarësisë, në bërjen e ushtrisë sonë, që sot e kemi dhe ecim. Përpara, ne nuk dëshirojmë me jetuar në armiqësi të përjetshme me Serbinë. Nuk është qëllimi ynë që gjithkohën të jemi në një gjendje lufte me Serbinë, nuk kemi nevojë. Ne dëshirojmë një marrëveshje me Serbinë të paqes. E kemi fqinj, historia ka qenë tragjike përgjakshme, shtoi Haradinaj. E koloneli amerikan Todd Jacobus u shpreh se për të ishte një privilegj që ka shërbyer në Kosovë si pjesë e NATO-s, ushtrisë së SBA-s dhe Gardë Nacional para 10 vjetësh. Ishte e mrekullueshme të zbulonta historitë e ushtarëve me të cilët shërbeva në forcën e sigurisë së Kosovës, të cilët luajtën një rol të madh në formësimin e asaj që ne e njohim sot si Kosovë. Çfarë mësova është se askush nuk ja dha Kosovës lirinë. Për atë liri, luftuan, u gjagosën dhe vdiqën për të krijuar kushtet e sotme, u shprehej. Jacobus u nderua edhe me një dekorat nga kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj, dekorat për besim në Zot, atë dhe në shtet, dhe me një dekorat tjetër nga shoqatat e dalura nga lufta. Komiteti Olimpik i Kosovës ka njoftuar se do të organizojë një sër aktivitetesh për të shënuar ditën dhe javën olimpike 2025, në përputhje me traditën ndërkombëtare të promovimit të vlerave olimpike, përfshirjes, miqësisë, respektit dhe një jete aktive. Me këtë rast, në ambientet e Komitetit Olimpik të Kosovës u mbajt një konferencë për media ku drejtues të kokut prezantuan programin e detajuar të aktiviteteve që do të zhvillohen gjatë kësaj jave festive. Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqi, bëri të ditur se në këtë aktivitet do të jenë të përfshira 26 komuna të Kosovës, në për të cilat do të ketë aktivitet të ndryshme deri në më 22 qershor. Sot po fillojmë me aktivitetin shumë të rëndësishëm për lëvizjen olimpike në Kosovë, pra java dhe dita olimpike. Pra sot fillon dhe do të mbaron më 22 qershor. Këto aktivitete organizohen në bashkëpunim të ngushtë me federatën sportive shkollore, edhe gjitha federata tjera që janë të involvuara në këtë aktivitet. E veçantë është se këtë herë kemi 26 komuna të cilat na janë bashkuar në organizimin e kësaj ngjarje të ditës olimpike. Motoja e kësaj jave, siç e dini, është Let's Move, të lëvizim, gjë që shfrytëzoj rastin të ftoj të gjithë të na bashkohen në këtë aktivitet që organizon Komiteti Olimpik i Kosovës. Çdo ditë duke filluar prej sot, do të kemi organizime nga komuna të ndryshme, si në Mitrovic, Gjilan, Ferizaj, Gjakov, Pej dhe Prizren. Këto aktivitet organizohen në bashkëpunim të ngushtë me Federatën Sportive Shkollore dhe federata tjera që janë të involvuara në këtë aktivitet. E veçantë është se këtë herë i kemi 26 komuna të cilat na janë bashkuar në organizimin e kësaj ngjarje të ditës olimpike. Motoja e kësaj jave është të lëvizim dhe ftoj të gjithë që të na bashkohen në këtë aktivitet që e organizon Komiteti Olimpik i Kosovës. Çdo ditë, duke filluar nga sot, do të kemi organizime në komuna të ndryshme, si në Mitrovic, Gjilan, Ferizaj, Gjakov, Pej dhe Prizren.
bëri të ditur Krasniqi. Kosovës, forca e sigurisë, Kosovës, zyra auditimit, dhe gjitha këtu, sa i përket formatit, do të luajë stadiumin e Rami Sadiku, do të nisë në ora 20:30 në mbrëmje, do të përfundoj po atë natë dhe do të zhvillohet në formatin 7+1, pra në fushë të vogël me nga 2 ndeshje në të njëjtën kohë në mënyrë që të përfundojnë brenda 2 ore gjysmë ose 3 ore maksimumi. Kryetari i Komisionit për Organizimin e Javës dhe Ditës Olimpike bëri të ditur se aktiviteti kryesor i Javës Olimpike do të zhvillohet më 20 qershor në Prishtinë. Dita kryesore është më 20 qershor të këtij muaji dhe kjo shënohet me program të pasur sportiv, kulturor, argëtues për të gjitha moshat. Nuk ka absolutisht diçka që i le anash aktivitetet olimpike për të promovuar vlerat e edukimit dhe bashkëpunimit ndërkomunitar, dhe gjitha shtresat janë të kyçura që nga çerdhet e mëtutje, që kjo ditë të jetë e shënuar dhe t'i tregojmë edhe të tjerëve jashtë Kosovës që ne jemi aktiv dhe besoj që kemi dhënë promovimin si Komitet Olimpik, ku edhe marrim pjesë. Ndër aktivitete kryesore do të jetë edhe turniri i futbollit që do të zhvillohet më 19 qershor. I kemi 10 ekipe të institucioneve të ndryshme, po i përmendim me radhë. Përveç Komitetit Olimpik të Kosovës, është Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport, Komuna e Prishtinës, Banka Kombëtare Tregtare, Ambasada e Amerikës në Prishtinë, gazetarët e sportit, veteranët e futbollit, Policia e Kosovës, Forca e Sigurisë së Kosovës, Zyra e Auditit dhe të gjitha këto. Sa i përket formatit, do të luhet në stadiumin Ramiz Sadiku, do të nisë në orën 20:30 në mbrëmje dhe do të përfundoj po atë natë dhe do të zhvillohet në formatin 7+1, pra në fushë të vogël, me nga 2 ndeshje në të njëjtën kohë, në mënyrë që të përfundoj brenda 3 orëve maksimumi, bëri të ditur Krasniqi. Java Olimpike 2025 do të zjas nga data 16 deri në më 22 qershor, ku do të marrin pjesë rreth 10.000 persona, fëmijë dhe të rritur, dhe do të përfshijë aktivitete të shumta në qytete të ndryshme të Kosovës, me pjesëmarrjen e sportistëve, nxënësve të shkollave, klubeve sportive dhe qytetarëve të zakonshëm. Absolutisht që lën anash dhe aktivitetet olimpike që me provuar vlerat e sportit, edukimit dhe bashkëpunimit komunitar. Dhe të gjitha shtresat janë të kyçura që nga çerdhja e mëtutje që kjo ditë të jetë e shënuar dhe të tregojmë edhe të tjerëve në jashtë Kosovës, si motra që janë komitetet e tjera, që ne gjithëherë jemi aktiv dhe besoj që kemi dhënë provimin. Pjesë e programit do të jenë marshimet simbolike olimpike, garimet rekreative, ligjëratat edukuese në shkolla për historinë dhe vlerat e lojrave olimpike, si dhe aktivitete ndërgjegjësuese për jetën e shëndetshme. U kthem në studio për të folur në lidhje me konfliktin i cili ka bërë një bujë mjaft të madh, është konflikti Izrael-Iran, për të cilin sot ka pasur edhe në mëngjesin e hershëm bombardime atje, por për këto dhe shumë çështje të tjera. Me mua në studio është Lutfi Bilali, ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Zoti Bilali, faleminderit shumë që pranove që ti jesh pjesë e Infodesë. Faleminderit për ftesën. Zoti Bilali, ne po shohim se ka përparuar goxha shumë konflikte atje. Si po ju duket situata? A besoni që do të ketë një zgjidhje për këtë konflikt atje, apo do të vazhdohet që deri në përfundim të këtij konflikti ka filluar të ketë edhe dëm edhe në njerëz civil fatkeqësisht? Po dëmet lufta sjell pasoja sidomos fatkeqësisht për njerëz, por edhe ato materiale, por e rëndësishme që njerëz psojnë më së shumti sidomos ata civil. Një situatë e tillë që nga premta në mëngjesin e hershëm goditjet izraelite mund të them që edhe kanë qenë të pritura, nga se dështimi i marrëveshjeve për programin bërthamor të Iranit, të zhvilluara në Sultanatin e Omanit, mes palës amerikane dhe iraniane, ka marrë një kontur tjetër, ku në farë mënyre Irani nuk ka pranuar të shkojë për pasurim të uraniumit nër 3.67%. Dhe kjo ka qenë, më thëmë, ai momenti kthejës që Ali Hamnej, me që se presidentin duket ka qenë për të arrijet një marrëveshje, mirë po vizën e fundit në Iran e jap lideri suprem, ose më thëmë pushteti ekzekutiv, është Ajatullahi Ali Hamnej. Mendoj që Izraeli për këto momente është në një pozicion ku dëshiron ta implikojë edhe Amerikën në luftë, sidomos informatat e fundit sot rreth goditjen të ndonjë predhe të raketës në ambasadën amerikane.
lënë për të dyshuar shumë. A pëson që është kjo një provokim, pra, që edhe Amerika të përfshihet në këtë konflikt, apo jo? Po kush ka dëshirë? Tash dëshirën e ka Izraeli që të ketë një përkrahje amerikane. Nga se thonë drejtën, kemë bëjmë një konflikt ku dy fuqit të regionit, Izraeli dhe Irani, në aspektin e kapacitetet ushtarake, janë klas tjetër. Dhe thot nuk jem tash luftë goditje të Izraeli ndaj Libanit, ose ndaj Huthit në Yemen, apo në Siri, po e kem një lig tjetër. Do thot është realisht. Unë i pëlqej shumë njësit dhe analistët që flasin me fakte dhe realitete, sepse nuk jem stadion të futbollit me banime, por mendoj që faktet, rrethanat dhe volimi luftës tregon që goditjen që ka pësuar Irani, sidomos në 4-5 centralet bërtamore, ka qenë, mund të them, shokuese, edhe pse mendoj që problemi qëndron në majën, mund të them, në pjesën e Zorgos, të maleve të qujtë, të vargmaleve, të cilat dyshohet që arsenali komplet iranian gjandet në thellësi nëntoksore. Dhe kjo realisht përbën një rrezik dhe volimi i luftës mund të ketë kohë tjera. Mendoj që goditjet iraniane që janë bë këto ditë, edhe sot në mëngjesin e hershëm, në portin e Haifës e kanë dy qëllime. Haifa dhe, më të thamë, Eliati, pjesa në jug, janë dy portet izraelite, sidomos Haifa, e cila ka portin dhe nivelin që do thot të gjitha importet që vinë, ose madrat që vinë kalojnë përmes këtij porti. Dhe ka një rëndësi ekonomike, por edhe industrinë ushtarake e ka të koncentruar Izraeli. Rafaeli, fabrika, industria armatimit, jo Rafaelit avionet francez, quhet kështu e fabrik, do thot tash goditjet e Iranit, bile mund të them, armët hipersonike, raketat hipersonike ka përdorur. Tash ka qenë fatanishi apo dyshi, më duket nishi ka qenë, sepse fata dyshi është edhe më i rrezikshëm. Dhe tash në konceptin militarist e kem një situatë kur kem goditje dhe kundërgoditje. Goditjet e Izraelit janë shkatruese për Iranin, sidomos edhe në bazat tash të rafinerive të naftës, të vendeve, mbrojtja, më të them, kundërajrore, bili mbram ka qenë një goditje afër Tehranit që ka shkatruar mbrojtjen kundërajrore. Irani nuk njihet shumë për mbrojtje kundërajrore të fortë. Ata do shta me thonë, do shta këtë ka qenë... Sistemin S-300 rus, që është teknologji me vjetër, dhe nuk mund të zë F-35-shin. F-35 që është aja, më thamë, flotila që i prin aviacionit izraelit. F-15 që 16, por krevi gjithë kësaj është generata 5 të F-35 Amerikan. A mund të dalë balë Irani një Izraeli cili e ka gogja shumë këtë çështjen e armëve gogja të përparuara? Është problematike, thëmë drejten. Izraeli mund të shkatroj, problemi o që a mund të shkatroj ato ku gjinën armët balistike, raketat balistike të cilat konsiderohet 2000, ka informacione Irani sulmon me 1000 raketa balistike, jo, nuk është e vërtet. 70, 100, se nuk është taktikisht nuk por a mund të shkatroj, dhe thëmë këto vende ku ekziston të mshefura dhe goditje që bëhen nga këto raketa balistike, sidomos Harab 4, është jashtëzakonisht, bili, ka më të qenë edhe propagande e forcave të Gardës Republikane Islamike të Iranit që do të shokohet bota kur do godasim në orët në vjem. Mendoj që në këtë drejtim Izraeli mund të lodhet, mund pësën, por më duke ndoshta Izraeli i bën disa gjona se ka nevojë të viktimizohet. Pra që ka ndodhur në Gaza, tash në opinion publik ka marrë një pamje ndërkombëtare, kam fjalën. Do thot një epitet jashtëzakonisht rënd që realisht ka qenë, mund të them, jo terror, por shfarosje. Dhe tash në nivel të opinionit ndërkombëtar dëshiron pak a shumë në goditjet që jep Irani të viktimizohet, sepse goditjet për shembull në Tel Aviv kanë qenë, kam mësuar edhe mund të thotë edhe pjesa civile, sepse goditja e një rakete, ato damat kolaterale mund të jenë edhe në pjesën civile.
por a mundet Izraeli ta shkatërrojë Iranin është pak e besueshme. Mundet pikat strategjike, sidomos centralet bërthamore dhe pjesët e sistemeve të ndryshme të fabrikave ku prodhohen armatime, pastaj rafinerit, burimet e naftës. Shifni, Irani ka 1.6 milion kilometra katror. Do thotë është jashtëzakonisht vend që bile Komsoria nuk është në pyetje. Dhe është 88 milion banor. Ka një historik, mund të thëmë, para kohës revolucionit islamik, raportet Izrael-Iran kanë qenë të mira. Edhe ne në këtë drejtim kem motra mbretit Faruk të Egjiptit ka qenë martuar për Pahlavin. Dhe është interesant, do thotë mbreti Faruk është prej varrës shqiptare dhe motra ti ka qenë para revolucionit islamik. Do thotë një martesë kryqëzi kanë pas me familjen e mbretit Pahlav. Por raportet kanë qenë, mund të thëmë, të një niveli paka shumë konstruktiv. Por Irani me ardhjen e revolucionit islamik ka arritur në aspektin, mund të thëmë, të një teokracie, udhëheqje fetare, që nga 79 me Homeinin, pastaj ky ka qenë një lloj bashkëpunëtori në nxënës Ali Hamnei i Homeinit, dhe tërë suita atyre vendimet që merren në Iran kanë të bëjnë kryesisht, sepse Irani ka ushtrinë e ka shumë interesante, strukturën e brendshme. E ka ushtria, Ministria e Mbrojtjes dhe forcat republikane islamike të gardës, të cilat dikun 360.000 aktiv në ushtri dhe 200.000 janë të pjesa tjetër paralele e gardës revolucionare islamike. Pasadranët quhen që operojnë edhe në vendbanime të ndryshme për të ruajtur edhe pushtetin, mirë po edhe informacionet. Është një farë shërbimi inteligjent. Edhe këtu të gjitha kjo pjesë e strukturave të tyre është angazhuar sidomos në gjirin e Golfit. Dhe në pjesë që ngushtica e Hormuzit mund të goditet, por atëherë Amerikanët mund të lavrojnë Iranin. Sepse trupat amerikane që nga Kuwaiti, deri të Arabia, deri të Sultanati i Omanit, janë trupat të cilat kanë baza amerikanë, mirë po që se goditen këto trupa, atëherë Amerika do hyjë në luftë dhe do të jetë shkatërrimtare për Iranin. Por, për këtë moment janë, mund të thëmë, fjalë të Trumpit edhe në bisedë me Erdoganin, telefonatën e tij, që ka dhënë një lavdat Erdogani, që tenton ta përmbyll konfliktin dhe ta sjellë paqen. Kjo është një shpresë, pastaj telefonata Trump-Putin, që rusët kanë interesa në Iran, dhe në përgjithësi lidhjet mesme. Dhe mendojnë që ndoshta ky dil mes Trump dhe Putin plus Erdogan mund të ketë shenja që mund të ndalet lufta. Por lufta e ka dhe një pikpyetje tjetër, kush do del fituesi. Mendoj që është problematike të thuhet. Kapacitetet e Izraelit janë jashtëzakonisht të forta, por nuk janë pafundësisht limituara. Mirë pas, se patën këtë interes edhe Trump edhe Rusia, saj për këtë çështjes së Gazës, atje ku goxha shumë është një luftë që ka sjellë shumë pasoja, deri edhe tek fëmijët. Pra kemi shumë të vrarë gjatë këtij konflikti. Është, më thëmë drejtën, një përket çështjes humane, morale, parimeve njerëzore, thyrjes e rregulla të luftës, çdo gjë që hyn, mund të thëmë, në atë korpusin. A nuk ka mujtë të ndërhyj bota për të ndalë këtë konflikt, duke ditur që po shkakton edhe çështje humane si shte edhe te? Me thot drejtën, ndonjëherë duhet me thot të vërtetën, ashtu siç është. Izraeli ka një përkrahje të fuqishme. Mund të them, është ai fëmiu që trajtohet nga amerikanët, mund të them. Dhe lobi i tyre është i fuqishëm në Amerikë, po ashtu në Perëndim, në Evropën perëndimore. Shtetet më të fuqishme janë përkrah Izraelit, qoftë Anglia, Gjermania, Franca, Italia. Pse i bëhet ky trajtim i Izraelit, duke ditur që nuk po është e drejtë, pra? Nuk është e drejtë, është një histori që mund të them drejtën, Izraeli është i trajtuar dhe i lajthitur, mund të them kështu, i lazdruar ta quaj ndryshe.
sepse interesat e perëndimorëve përmes Izraelit dëshiron që të jetë ai vendi ku ose mund të them logjistika kryesore e perëndimorëve. Por është një histori e gjatë e formimit të shtetit Izraelit qysh në marrëveshjen e Balfurit pas ramës perandërisë osmane dhe përgjithësim për këtë kanë marrë anglezë dhe francezë dhe vendosjen do thotë qysh me rezolutën e 1947 në OKB për krijimin e raportit 1970-30 në favor të palës arabe palestineze. Dhe 14 muaj 48-s formimi i shtetit të Izraelit nga Ben Gurion ka qenë, mund të them, një hap pa hir në historikun e gjithë para formimit të shtetit të Izraelit. Trajtimin dhe mund të them qelsat në duar i kanë pas francezët, që deri në fund të viteve 70 dikun kanë qenë, mund të them, furnizuesi dhe përkrahasi kryesor i Izraelit. Pastaj amerikanët kanë marrë përsipër. Mund të them drejtën çështja qëndron politike mes sionizmit dhe asaj të drejtës hebrejve. Sionizmi politik është diç tjetër, e drejta hebrejve është diç tjetër. Dhe e tëra kjo si koncept ka ardhur deri te përgjakja e lindjes së afërt. Mund të them drejtën, edhe bota arabe në mënyrë është, mund të them, në aspektin e unitetit dhe mund të them të asaj çka nevojitet për të pasur 440 milion arab është ignoranca. Dhe tash edhe pushtetet. Dhe mendoj pse ky trajtim i bëhet dhe pse Gaza është trajtuar në mënyrë jo të mirë. Mendoj që varet kush qëndron si fuqi dhe kush janë ata në SBA që një farë mënyre e kanë për ta quajtur në thojza një farë lloj obligimi për Izraelin dhe nga ndërëri mshelin sytë për gjana që janë të trishtueshme. Por opinioni mund të them perëndimor, bile mund të them debatet, qoftë në parlamentet apo edhe në mediumet apo në analizat e perëndimorëve kanë qenë ma humane se në shumë vende tjera. Sepse ne ndonjëherë për çështjet e caktuara shprehmi diçka që mbrohet diçka që nuk mbrohesh. Dhe mendoj që në këtë drejtim opinioni ka qenë sensibil, qoftë nga lëvizje sundetore, jashtë korpuset universitare, pastaj OJC dhe gjitha, por edhe mediumet, të drejten, mirë po vendimarrësit ose ata që ata që mund ta ndalin Izraelin në farë mënyre ka qenë dakordons jo kanë hesht me një fjalë, mund të them drejtën, e din ata si nuk është rregull të shkojnë 22-25.000 fëmijë të binë në Gaza, që është shokuese. Dhe prandaj sot e kem këtë situatë, me qenë se rreth Gazës dhe palestinezëve, të dyja palët kuptohet ofenziva dhe mund të them gjitha ato goditje brutale të Izraelit që bën, është në anën praktike është shkatërrim për interesat palestineze, por në anën tjetër Irani edhe ai ka arritur, mund të them kështu ta keqpërdor përmes proksit të tij, çështjen palestineze dhe të krijojë një unitet të tillë, të cilat janë të, mund të them sot janë shumë të vështira të bëhen, sidomos mes shive dhe sunive. Sepse ekziston një botkuptim dhe një koncept ku është thirr njerëzve që kanë formim 3-40 vjeçar me ideologji anti-shia sot i bëjsh në unitet me sunit ose kundërta. Dhe ky është ai problemi që mendoj që më rëndësisht paqja të arrihet. Paqja për të arritur, mund të them, figurat kyçe ose mund të them instrumenti kyç janë SBA-t, Kina dhe Rusia dhe Turqia në farë mënyrë, e cila dorën e zemër ka bë përpjekje bukur të është duke bërë përpjekje bukur të madhe për të në aspektin diplomatik për të arritur të një zgjedhje që lindjen e mesme por edhe gjithë botën nuk e sjell ku ato njerëz, sepse njerëz kanë trauma, mendojnë që mund të sjellë dhe jo nxizat atilla shenja që mund të vijë edhe te lufta e tretë botërore, sepse një sjellje butonit nuk e dim, ndoshta edhe Irani mund të ketë armë të rrezikshme ose kimike. Meqense edhe me Irakun këtu ka pas informacione që ka dalë jo sakt informacioni, por mund të ndodhë që Irani mund të posedoj diçka në këtë drejtim, edhe pse ka mendime të ndryshme që ka prodhu dy koka bërthamore, por unë nuk e besoj. Ka shënime kështu ose spekulime të them drejtën, por Irani është para një sfide, sepse Izraeli mund të them ka një përkrajet jashtëzakonisht të fuqishme,
Dhe goditjet në fillim kanë qenë senzacionale, të thëmë në kuptimin thojza, kështu se nuk është pyetje me thonë ato ku ka dome që ka bo senzacion, por aksionet e tyre dhe sidomos të Mossadi dhe me dronet brenda Iranit kanë qenë jashtëzakonisht efektiv dhe likvidimi edhe 2 deri në 4 shkencëtarëve të fizikës atomike, plus strukturave të generalëve dhe të komandës së ushtrisë dhe të Gardës Revolucionare Islamike. Ne kemi pa një farloj si shakaje e zezë, mund të themi, në përmedia që po bën me X personat të cilët nuk dëshirojnë që t'jenë gjallë në Iran dhe në botë pra nga ana e Izraelit. A duket e sakt kjo gjë, kjo lloj humori, a ka një farloj të vërtetën brenda tij? Shef, regjimi në Iran ndoshta në shumë aspekte më duket i pakuptueshëm për ne. Por është i tillë dhe ne është e drejtë e popullit të tyre të vendosin. Shenzimi i tillë i figurave që tash kemi konceptin sepse rrjetet sociale që mund të them nuk janë dashamirë si asaj që gëzohen për shkatrimin e popujve. Jo. Absolut, ose kujdo populli e kam fjalën. Nuk është çështje të ajo se a gëzohet njeriu pse ky po godet, ose ky po fiton, ose kundër goditja ka qenë efikase. Problemi është që njerëzit me mendje të shnosh duhet të respektojnë disa rregulla. Dhe meqense bota ka shkuar tash në një teknologji të tillë që problematika dhe ajde humanizimi i tërë kësaj pësoj njerëz fatkeqësisht pafajshmit. Por pikimet e tilla do thotë kemi nga të dy palët. Për shkak satanizohet dhe edhe ona tjetër, pala tjetër. Mirë, po këto janë, mund të them, pse ka gëzime në Westbank të Palestinës dhe në Gaza, është një arsye tjetër që ata kanë vujt bukur shumë dhe çdo aksioni ose çdo gjujtje një rakete ata mund t'i gëzohen për arsyet e tyre sentimentale dhe të vujtjes, më them drejtë. Dhe pjesë tjera të botës duhet të kenë parasysh që po që se shkon në këtë formë, njerëzimi rrezikon ekzistencën e vet. Sepse nuk kemi ne të bëjmë tifo për gjëra që shkatërrohen ose t'i gëzohemi njerëz apo palës tjetër. Mendoj sidomos ne si Kosovë ose në përgjithësi shqiptarët kanë për obligim të jenë human dhe jo të jenë anus ose simpatizus për apo palën tjetër, që mund të them drejtën, ne nuk lujmë në aspektin e asaj ndikimit të marrëdhënieve ndërkombëtare ose konflikteve të ndryshme që kanë, mund të them kështu. Ne po kemi probleme me arrit marrëdhënien brenda. Po, brenda edhe është Kosova ka nevojë të bëjë një nguti në këto procese për reformim të institucioneve, dhe pse unë e di vetëm triada këtu ekziston asaj interesi, kush bëhet president, kryeministër, ministër, dhe mendoj që vizionit i jonë deri këto i politikanëve tonë fatkeqësisht. Fatkeqësisht, po, Zosi Bilali, faleminderit shumë që erdheni në infodie dhe ndam të gjitha këto informacione që kanë të bëjnë me luftrat të cilat janë në botë. E neve të nderuar shikues, do kthehemi pas pak. U kemi në studio për të folur në lidhje me gjendjen politike në vend dhe po ashtu se çka po bën Kosova që të dalë balë të gjitha këtyre problemeve që kanë kapluar botën. Me mua në lidhje direkte është Sali Rexha, i cili do të na njoftojë më shumë rreth gjendjes politike në vend. Zoti Rexha, i faleminderit shumë që pranova që ti jesh pjesë e infodis. Përshëndetje Djelda, ditashtë faleminderit shumë. Zoti Rexha, ju ndodheni në Gjermani, ndërkaq prej atje si po ju duket gjendja në Kosovë. A kemi përmirësime apo po vazhdojmë të stagnojmë në çështjet politike? A kemi një ngërç politik tashmë sa kohë prej zgjedhjeve të fundit? Unë për fat mirë nuk jam në Gjermani, jetoj në Zvicër, jam në Zürich. Më falni, e kam gatruar vendin. E rëndësishme është që jashtë Kosovës. Zvicra është shtet neutral, ka qaste gjitha grupet, gjitha këto anë, edhe sa i përket Kosovës, unë kam thonë edhe ma herët, por përsëris prapë, se për momentin jemi në grushtet cilin e ka apliku Albin Kurti. Shpresoj shumë se do të gjetë një zgjidhje ligjore, një zgjidhje kushtetuese.
Unë mendoj se masi ka disa ankesa janë bën në gjykatën kushtetuese nga OKEA dhe tani po presim, si duket po pritet vendimi i gjykatës kushtetuese dhe gjithsesi se do të vijë deri në qeveri e opozitës, këto janë shumë i sigurt. Bedri Hamza do të jetë kryeministri i ardhshëm, aty nuk mundet mi kurkush atë vullnetit popullit, sepse ish opozita doli fitues me 4 deputet më shumë. Bedri Hamza nuk u tërhoq nga deputeti, u tërhoq edhe nga gara për kryetarët Mitrovicës, do të thotë ajo është u bogati që ta marrë udhëheqjen e shtetit. Zoti Reqa, ajo vizita që u bë në Mitrovicë ka zotri Kurti, besoni që ka qenë për këto lloj marrëveshje politike atje? Jo, PDK-ja nuk bën aleancë kur me lidhjen dhe të vendosin, këto jam i sigurt 100%. Pra mendoni që do të jetë komplet çështja e opozitës, kjo çështja e formimit të qeverisë së vendit? Çështja opozita ka fituar zgjedhjet, Amerika e po pra opozitën, se ju kujtohet na që përcjellin pak më mirë politikën, me të kandiduar Bedri Hamza për kryeministër nga PDK-ja, ai udhëtoi më një herë Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe e ka përkrahjen e qytetarëve, ka përkrahjen e shtetëve tona aleate dhe nuk ka kryeministër tjetër poshtë Albin Kurti dhe ky Abdigjiku, i pari duhet shkojnë opozit, atje përballet me drejtësi, për hajni edhe për krime. Abdigjiku ka premtuar vetë se nëse i humb zgjedhjet tërhiqet nga politika dhe kjo, ata veç humbin kohë se kjo duhet ndodhë, me siguri do të ndodhë. Zotri Reqaj, ju thatë goxha shumë informacionet, po desha të dija do të shkohet në zgjedhje ashtu siç po proklamohet tash e ca ditë nëpër mediat kosovare, apo do të jetë kjo zgjedhja që vetëm me marrëveshje politike të opozitës do të rregullohet e gjithë kjo çështje? Zgjedhje nuk do të ketë, absolutisht, se këta deputet që i kanë fitu mandatet, ta nuk heqin dorë prej tyne, sepse si që dihet mirë me ligjin zgjedhor, ata duhet të qëndrojnë aty 2 vite si deputet për ta marrë pagën 4 vite. Dhe aty 70-80% e deputetëve aty janë vetë për paga, nuk janë për diçka në një kontribut tjetër, janë shumica keni vrejtë edhe ju, që janë njerëz anonim, disa i kanë hap kontot për herë të parë tani, mas janë bërë deputet, ata janë njerëz të dëgjueshëm të liderëve partijak, zgjedhje nuk do të ketë, as nuk ka nevojë për zgjedhje, se populli ka thonë në ato fjalën e vet. As marrëveshje nuk do të ketë, sidomos me Kurti nuk do të ketë, sepse Kurti nuk është aty për të bërë marrëveshje me dikon. Kurti është aty për ta dëmtuar Kosovën sa më shumë. Agjenda e tij është çurja e shtetit Kosovës, po për fat mirë nuk do të ketë sukses kur. Shteti i Kosovës do të mbetet për jetë. Është shteti ynë, cilin kemi luftuar me gjenerata të tëra për 100 vite. Është shtet në cilin kanë investuar Perëndimi, ka investuar shumë Amerika. E s'mundet njëri i ardhur atje nga Vladimiri atë nga dhjetë na shkatroj shtetin tonë. Zotri Reqaj, po me qenë se ka shumicën në kuvendin e Kosovës, a do t'jetë bllokuese për shumë çështje që kanë të bëjnë me Kosovën, duke ditur se ka numrin më të madh të votave në kuvend. Ai nuk ka shfitues, ka dali i pari nuk i ka 61 vot për me formu qeverinë, do të thotë ai shkon në opozit, me njëherë si shkon në opozit, dikur i tërhiqen këto trupërojet, duhet me shku në prokurori, duhet me shku në gjykat, duhet me shku 99% shkon në burg, ose i ka tjetë familja në Norvegji, prej tina nuk duhet prit asgjë të mirë për Kosovën, me të s'duhet asnjë kompromis. Opozita i ka fitu zgjedhjet dhe duhet ta formoj qeverinë. DDK-ja po lunë aty ka pak dojnë Abdigjiku, se DDK-ja jo. Mirë po dhajnë fund do të dorëzohet edhe nuk ka ku shkon. DDK-ja duhet hinë qeveri, ti marrë pushtet aq sa ka vota, i ka 20 deputet. Kush do të jetë ardhmja e LDK-s? Me qenë se Abdigjiki do të largohet, kush mendoni që do të jetë në krye të LDK-s për periudhën e ardhshme kohore? Po LDK-ja për fat mirë është parti institucionale, është partia më vjetër, është partia më demokratike. Për fat ka dhe kuadrë, ai ka me siguri ka 200 njerëz që mund të zëvendësojnë Abdigjikun pas një problem. Tash mos me hinë emra Abdullah Hoti, Kurtim Shala,
e sa Zonja Bajrami, e sa tjeri, po tomi ka 150-200 njerëz që mundën me udhëheq në deken ka asnjë problem. Në dekeja ka rrugën e trasume, ka qëndrimin e qartë ku qëndron djata, është parti edhe në grupin e partive djata në Evropë, edhe është parti me traditë shumë të madhe, i ka ndodhur disa thymje nga brenda, edhe në kohën e Hidayet Husenit në grupin e tij, edhe në kohën e Dacit, edhe në kohën e kësaj Vjosa Osmanit, por ajo i ka përjetu, do të përjetu edhe Ljumirin pa asnjë problem. Do të mëtohet pak zgjedhje të tjera, nëse nuk tërhiqet me kohë, por do të mbetet lojtar aty ku është. Zoti Regje, me qenë se bota po kalon në goxha kriza, kemi edhe konflikte të reja në botë fatkeqësisht. Si mendoni se do t'i përballoj Kosova të gjitha këto gjeopolitika të reja që po ndodhin në gjithë botën? Më falni. Po, mendimi im është se Kosova nuk është ndonjë faktor që duhet të luajë rol diçka në politikën ndërkombëtare apo në luftë. Ja, po bota nuk i ka sytë e kthyer ka Kosova. Kjo fatkeqësisht mund të jetë favorizuese, sidomos për vendin tonë fshin. Për fat mirë jemi në mbrojtje të Amerikës, KFOR-i është ushtria e cila e mbron interesin e Kosovës, sigurinë e Kosovës. Tu nuk ka asnjë dilemë, asnjë rrezik, po për fat keq që kemi një qeveri antishtetrore tash, që thash edhe më herët, e cila ka kryer grushtet për momentin është grushtet. Ajo do ta dëmtoj Kosovën në këto raportet ndërkombëtare, me përkrahjen ndërkombëtare, sidomos me përkrahjen financiare. Është të izoluar, askush nuk kontakton me ta, askush nuk i merr parasysh se ekzistojnë. Faktikisht na jemi për momentin qeveria e dhomshme e Kosovës është në sankcione, njëjtë si Irani dhe Putini. Albin Kurti është radhit, ai mundet me deklaru çka doj, por ai përprendimin është në krahun e Rusisë dhe të Iranit, edhe ashtu do të po, për fat na nuk kemi ushtri. Por me sulmundi nuk kemi kapacitete nukleare, me cilat do të mund të shantazhon të Kurti, jemi një shtet i vogël, ngritje sipër, e kemi përjetuar një mashtrim edhe një madh i cili do të kaloj me siguri jatë ose në muaj të ardhshëm. Zoti Regje, ai teksa në Shqipëri po priten të gjithë liderët e Ballkanit. A besoni që Kosova do duhet të shfrytëzonte Shqipërinë në kohën kur ajo po është mirëpritëse e të gjithë liderëve botëror, patëm edhe summitin që mbajtën në Shqipëri, po neve sa duhet të shfrytëzojmë lidhjet më Shqipërinë, që të shkojmë përpara, sidomos në çështjet që kanë të bëjnë me Evropën, pra. Është absurde se si ka vendos raportet, apo si ka shkatru raportet Albin Kurti me Shqipërinë, si shtet po mendoj, është shtetësuese si ka shkatru raportet me shqiptarët Maqedonisë, ashtu dhe në Lugin, vetëm Malzia atje pasi e njohin, nuk i kanë ra në ato kursat e tij. Përndryshe është një fatkeqësi shumë e madhe, 4 vjet sa ka qenë Bajdeni, njeriu që e nje Kosovën mas miri, dhe më mirë se sa shumë shqiptarë, njeriu që ka dhe lidhje emocionale në Kosovën, për 4 vite sa ishte ai në pushtet, nuk u shfrytëzua asgjë, asnjë propozim, asnjë përkrahje tyre, çdo gjë u refuzua. Tash është kthyer prapë Trumpin në pushtet, dihet raporti i Trumpit siç është me Kurtin, dihet se dje ose par dje, në vërtet Trumpi u deklarua se do t'i kthehet edhe një herë problemit Kosovës, do të thotë shpresoj shumë se Trumpi nuk do të humb kohë, do ta spastroj situatën në Kosovë, do ta kthej Kosovën aty ku ka vendin, në përkrahjen e Amerikës, përkrahjen e Perëndimit dhe largimin e agjendave ruse dhe serbe, të cilat i udhëheq Kurti në Kosovë do të largohen. Mirë, po patëm një reagim të Kurtit në lidhje me këto deklaratat. Ai tha se Serbia po i shkel marrëveshjet edhe gjithsesi duhet të ketë një reagim sa i përket kësaj çështje. Mirë, po ne kemi pasur që raportet me Amerikën, e kryesisht me Donald Trump, nuk është se kemi pasur këto kohëve të fundit. Pra, ne kemi pasur zakonisht deklarime që ka bërë Grenell sa i përket çështjes së gjykatës speciale, po specifikisht për çështje që kanë të bëjnë me problemet në Kosovë, nuk është se kemi pasur diçka. Shqeqani, sa i përket Grenellit, aje ka
kur flet Grenelli apo cili do zyrtar, ambasadori i përfaqëson Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Na s'mundem me thonë se një deleguar i presidentit Trump apo vetë presidenti Trump, ndonjë ambasador nuk i ka qëndrimet e Amerikës. Ndërsa raportet e Kurtit dihen se çfarë raporte ka pas, i ka fy ose sjell keq me ta. Ndërsa sa i përket gjykatës Hagës, ajo do ta çaj punën e vet deri në fund. Punë drejtësisë nuk përzihet as Grenelli, as në Trumpi, as kush. Trumpi ka qenë përfshet kur është kthye aeroplani i Hashim Thaqit mbrapa, sepse kultura politike e Evropës edhe perëndimit, nëse një njerë ka një akuzë, ai duhet shkojë te Bullgaria ta aptara drejtësisë, aty nuk përzihen, aq më shumë nëse është një akuzë për krime të luftës, atëra ata nuk përzihen, janë shumë të ndihshëm këto raste. Po sa është në interes tonin që të përfshihet në dialogun Kosovë-Serbi Shëbat, që ky dialog të marrë një epilog, pra të marrë fund dhe të mbaroj dhe të shkojnë përpara në proceset të ardhshme, të cilat janë mjaft të rëndësishme, në të cilat neve kemi stagnuar. Ne kemi, aty kjo është lojë e Kurtit, është asi, Shqipëria me mashtru, se na nuk kemi çka më marrë me Serbinë fare. Na i kemi obligimet tona, në një ndërmjetësues pra me bashkësinë ndërkombëtare, na duhet të kryejmë obligimet tona, ta forcojmë shtetin e Kosovës, të ecim para. Nëse nuk i kryen obligimet që i ka marrë Serbia, atëherë ajo shpallet fajtore, ajo përballet me sankcione. Kjo është lojë e Kurtit, kjo është agjendë serbe dhe ruse, në cilën ka ra Kurti, me qëllim ka ra në këto agjenda. Ai vazhdimisht merret me Serbinë, shtyhet me Serbinë, shtyhet me Serbëveriut, ndërsa ne kemi përfunduar sankcione, kemi përfunduar në raporte shumë të këqija me perëndimin përfshirë dhe Amerikën, edhe kjo agjende Kurti shpresoj se do të largohet me gjithë të bashkë. Për këtë arsye duhet të jetë opozita shumë e qartë, me gjithë ja kemi dhënë votën opozitës, pa marrë parasysh cilën parti, unë kam mujtë me votu AK-n apo PDK-n apo LDK-n, po vota jeme ka shku të ata që dojnë që e largojnë Kurtin nga pushteti, që e kthejnë Kosovën prapë në rrjedha në miqësinë Amerikën, zhvillim edhe në prosperim, e jo se ka qenë jo më aq shumë për krasin ndonjë partije. Në këto zgjedhje unë kam votuar LDK-n, por sa që ta Bigjiku aty nuk do ta votoj kurrë. Zoti Sali Rexha, ju faleminderit shumë që gjetët kohë që t'jeni pjesë Infodesë dhe ju morëm kohë duke ditur krah angazhimeve tuaja atje. Faleminderit, ju përshëndet, shihemi tjetër herë, çdo të mirë, ditën e mirë. Ne pam një opinion të zotëri Sali Rexha, i cili na dha në lidhje me gjendjen në politikë në vend, shumë informacione të rëndësishme që kanë të bëjnë me politikën vendore, por neve do të vazhdojmë të flasim në lidhje me sigurinë në vend dhe apo rrezikohet çështja e sigurisë në Kosovë, ku do të kemi të ftuarin tjetër në studio. U kthejmë në studio për të folur në lidhje me çështjen e sigurisë në vend, sa do të dalim balë të gjitha këtyre problemeve të cilat e kanë kapluar vendin tonë, qoftë politike, po qoftë edhe në integrimet evropiane. Me mua në studio është Ihsan Gecaj. Zoti Gecaj, faleminderit shumë që pranove që ti jesh pjesë e Infodesë. Faleminderit juve, mirësevgjej. Për neve është hera parë që të kemi në studio, por do të kisha dashur të di më shumë rreth çështjes së sigurisë në vend, si e shihni juve, sa kemi përparu në çështjet e sigurisë në vend, apo kemi mundësi të mbulojmë të gjithë çështjet e sigurisë në vend, duke ditur se bota ka shkuar edhe goxha shumë nga avancimi i teknologjisë, kjo lufta hibride që po bëhet në shumë vende të botës, si që kemi prekur edhe neve si vend, sa jemi të gatshëm të dalim balë të gjitha këtyre sfidave që i kemi përballë neve. Sigurisht që Kosova ka specifikat e saj në raport me shumicën e shteteve, jo vetëm këtu në Ballkan, por në përgjithësi po edhe në botë. Dhe këto specifika në rastet caktuar i japin një avantazh të pas parasysh të kalumin historike, por kemi edhe disavantazhet tona prapë, po thënë për shkak të kalumës historike, por edhe për shkak të ecorisë tonë nga njëherë
jo të duhur në kuptimin politik, e cila reflekton direkt edhe në aspektet e sigurisë. Dhe kur flasim këtë aspekt, atëherë mund të them që kohët fundit, sidomos këto 4-5 vitet e fundit, kemi pas një ngecje, për të mos thënë ecje prapa, ndonë se në kuptimin propagandus kemi pas një narracion krejtësisht tjetër ku është thonë që kemi investu ma shumë se çdo herë tjetër, por duhet ta kuptojmë një gjë që investimet nuk pritet që të shkojnë mrapa, po gjithmonë do të shkojnë përpara pa marrë parasysh ndrrimin e qeverive, cila do të jenë ato do të ecin përpara. Dhe që nga themelimi i Forcës Sigurisë të Kosovës, e cila një farë forme kishte një bazament të fuqishëm të qëndrueshmërisë dhe ndërtimit saj në kuptimin konceptual dhe një projekti cili kishte para pa zhvillimin e saj, se ku do të arrijë për sa vite dhe si do t'i arrijë ato kapacitete, mund të them që ishim në një rrugë shumë të mirë, sepse kishte një plan zhvillimor, një plan të rishikimit strategjik të sektorit sigurisë, ku pjesë përbërëse ishte edhe FSK-ja, sepse kur flasim për sektorin e sigurisë mendojmë në diçka më të gjerë. Atëherë FSK-ja ishte në një rrugë shumë të mirë dhe të mbarë, ku ishin para pa edhe deri në detaje dhe të planifikume zhvillimit e saja, qoftë në kapacitetet e ngritjes profesionale, arsimimin dhe trajnimin e nën oficerëve dhe ushtarëve. Sigurisht, por po ashtu edhe në zhvillimin e saj teknike teknologjik dhe bashkëpunimin ndërkombëtar dhe shkollimin e kadetëve në përshkolla të huaja jashtë Kosovë, ku ndërto duhet me potencu shtetet më të fuqishme, ndërto SBA-ja, Britania Madhe, Gjermania, po edhe këto tjerat regionale, si që ishte Kroacia, Turqia, Shqipëria dhe Macedonia, me cilat kishim edhe kemi një bashkëpunim të mirë. Zotri Geca, neve po shohim që FSK-ja tashmë po ballafaqohet edhe për problemet elementare, si që është çështja e ushqimit, problemet me veshëmbathje që shpeshherë janë spekuluar nëpër media. Qysh mundemi me pas kapacitetet nëse neve nuk ndërhyjmë në këto probleme që fillimisht mundën më na duk të vogla, po ndërkaq që sigurisht që mund të shkaktojnë goxha probleme brenda institucionet të FSK-s. Në institucionet të tilla të komplikuara gjithmonë mund të ketë lëshime të vogla, por jo në këtë nivel siç na ka ndodhur këto kohë të fundit. Edhe në kaluamën ka pas dobësi, ka pas lëshime, por ato kanë qenë lehtë të mbulueshme dhe të menaxhueshme, kurse këto të fundit kanë qenë paksa më të komplikume dhe kanë qenë si rezultat direkt i politikave të gabueshme të qeverisë, sepse dihet që mekanizmat e sigurisë në Kosovë i përgjigjen mekanizmave politik dhe janë në mbikëqyrjen e tyre. Dhe gjithmonë kur ka ngecje atje, atëherë duhet kërku edhe burimin se prej ku po dalin ato vështirësi, ka po rrjedhin ato vështirësi. Dhe gjitha ato vështirësi nuk kanë rrjedhë si pasojë e menaxhimit të dobët të ushtarakëve të cilët merren me punën e tyre profesionale, por kanë rrjedhë nga lart nga politika, e cila nga niveli qeveritar e ministror i ka zbrit disa probleme për shkaqe të tyre të mbrëmshme në nivel të FSK-s, e cila në fakt për një periudhë caktuar edhe i dobësoj mundësitë e veta operacionale, sepse dihet shumë mirë që ushqimi, veshmbathja, transporti, municionet, armatimet, gjitha këto ndikojnë drejt për drejti në forcën e një ushtrie. Dhe kur shteti nuk është i kujdesshëm në këto fusha, atëherë vjen deri te një dobësim edhe i mbrojtjes dhe sigurisë, sado që ti gjithmonë si politikan mundohesh me arsyetu dikun tjetër, por në kuptimin profesional këto janë shumë qarta, vija shumë qarta dhe të pandryshueshme, të cilat mund të manipulohen vetëm për qytetarin, kurse për pjesën profesionale ato dihet dhe dihet prej ka e kanë burimin e asaj mangësie.
po një situatë jo të mirë ndodhet edhe policia e Kosovës. Ne kemi pa dhe shumë policë dhe usharë që në kanë ikë edhe prej vendit. Pra, pjesa ku duhet jetë morali më i lartë se i çdo qytetari tjetër që është FSK-ja dhe ushtria, nuk e kemi, pra, nuk po kemi mundësi t'i mbajmë këta profesionista brenda Kosovës, por që fatkeqësisht po ikim për një jetë më të mirë që nuk po i ofron Kosova. T'ju thëmë drejtën, me qënë se vetë kam shërby një jetë tonë në ushtri prej fëminie, unë jë marrë vetëm me këtë punë, jo me diçka tjetër, është një karakteristikë të njerëz që jetojnë në uniformë. Nuk e kanë prioritet paranë. Natyrisht që është shumë e rëndësishme jeta, sepse kur nuk i siguron edhe familjes një siguri, është shumë problem. Por të këta bisundon adetarizmi në rend parë dhe meritokracia. Dhe kur puna e tyne nuk vlerësohet drejt, atëherë ndihen ma tepër të ofendum se sa kur për një periudhë caktuar e kanë një gjendje të dobët ekonomike. Dhe kështu kemi qenë pjesa dërmuese atyne ushtarëve që kemi punu derisa kam dalë edhe në pension, dhe kjo kështu vazhdon, edhe ma tutje. Por problemi i parë është pra mos trajtimi i duhur i pjesëtarit në uniformë. Aty ka disa regula, ka disa regulore, ka disa ligje që duhet respektu, ka disa trajnime në për cilat kalon ushtari në oficeri. Ka performanca në punë. Nëse këto nuk i qmohen edhe nuk i respektohen ati pjesëtari, atëherë ai ndihet i lën anash, i lën pasdore dhe nuk e gjen veten më në atë mes. Prandaj ky është rrezik shumë më i madh se sa aspekti financiar. Për shkak se në aspektin financiar të gjithë e kuptojmë që ndonjëherë kemi rane, kemi edhe ngritje, kemi ecje përpara, ato mund të kompenzohen, kurse kjo pjesa tjetër nuk mund të kompenzohet kurse sepse lidhet drejt për drejt me aspektin e tij shpirtëror, moral edhe me karrierën e tij për të ardhmen. Dhe në mënyrë indirekte ndikon edhe te paga e tij, për shkak se një pjesëtar meritori cili meriton që të avansohet, nëse nuk avansohet me kohë, ai e din që për shumë vite tjera do të humbë një pagë të cilin ai e ka meritu, kurse shteti nuk ja ka mundësu që ta marrë atë pagë. Prandaj vjen edhe deri te momenti kur ai vendos që të largohet prej vendit, të shkojë ta gjejë veten dikun tjetër për një jetë më të mirë, një punë më të mirë, dhe atëherë këtu vjen deri te ai kombinimi i vrasjes së vullnetit dhe dëshirës tij, edhe në anën tjetër aspekti financiar, dhe këto patjetër që pjesëtarin qoftë FSK-s ose të policisë e shtyn që të largohet prej asaj force, dhe në këtë mënyrë e dobësojmë institucionet tona, të cilat janë tepër të nevojshme, tepër të dobishme, sidomos në këto rrethana kur e gjithë bota po vlon prej një krize në kuptimin e sigurisë, dhe derisa jemi këtë situatë dhe nuk i kushtojmë kujdes kësaj komponente, nuk mund të themi që kemi një perspektivë të qartë për vendin. Zotërgeca, ju vetë keni shërbyer gjithë jetën tatë edhe jo në sigurinë në vend, por duke pas parasysh të gjitha këto konfliktet që po daljen në gjithë botën, kemi neve luksin të mos konstituojnë kuvendit të Kosovës dhe të vazhdojnë me procese të cilat kanë të bëjnë me vendin tonë që janë jetike, pra, dhe të dalin balë të pak të nevojave të kosovarve, me qenë se geopolitika në botë po vazhdojnë të ketë ndryshime drastike. Jo që se kemi atë luks, por jemi në një gjendje jashtëzakonisht keqe. Për shkak se dihet mirë që qeveria dhe institucionet nuk kanë drejt të marrin vendime të rëndësishme, nuk mund të marrin vendime të rëndësishme të cilat dita ditës po reflektohen për të keq në vendin tonë. Dhe sidomos në këto momente të cilat edhe në aspektin ekonomik, edhe politik, edhe të sigurisë, Kosova qëndron keq. Ne nuk i kemi njerëz të cilët duhet të na përfaqësojnë. Ne kemi rastin në Tiranë, kur Tirana po pret përfaqësues të nivelit të lartë të shteteve të rajonit,
dhe nuk kemi kanë të dërgojmë atje, nuk dim kanë të dërgojmë, sepse nuk janë detyrë. Dhe për mujtë të zvarritet një diçka e tillë, është një jo seriozitet i jashtëzakonshëm i leadershipit ton, i cili përveç problemeve që i kemi pas tash po i grumbullon edhe ma tutje këto probleme, sepse çdo vonesë në fakt për shtetet nuk është vetëm vonesë, po është ecje prapa. Në politik nuk ka stagnim, ka ose ecje para ose ecje mrapa, sepse kur ti ndalesh tjerë të ecin përpara ti, keme ecë mrapa, nuk mund shkosh përpara. E duke ditur që përballë kemi edhe fshinjën tonë, i cili na provokon jashtëzakonisht shumë, siç është Serbia, e i cili e shfrytëzon çdo situatë, pra edhe ky ngërç politik ka qenë në favor të tyre në një mënyrë ose në një tjetër. Secili lëshim, secili jo përkushtim ndaj punës në vend për Serbinë është i mirë se ardhur. Serbia është e vetëdijshme që Kosova nuk mundet në këto rrethona me sulmu shtarakisht. Për shumë arsye, edhe për arsye gjeostrategjike, politike, të fuqive, të mëdha ndërkombëtare, po edhe për shkak të kapaciteteve të saj të limituara, sado që në raport me neve duket sikur janë të pajisur dhe të përgatitur mirë, po ma nuk jemi në vitet e 90-ta, kur Kosova ka qenë hermetikisht e mbyllur dhe kontrolluar prej Serbisë. Tani janë disa mundësi të cilat lidhen edhe me interesat të fqinjve tjerë tanë në Ballkan. Mirë është që u bë ajo marrëveshja mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës për bashkëpunim ushtarak, edhe kjo është një komponent i rëndësishëm. Mirë po Serbia në secilin situatë mundohet ta shfrytëzojë momentin e saj të volitshëm që Kosovën të paraqesë si një shtet të pasuksesshëm dhe një shtet i cili në fakt është ngarkesë për Bashkimin Evropian dhe miqtë tanë perëndimor, dhe ajo këtu lun shumë drejtime. Sigurisht që në kuptimin politik ajo do të mundohet gjithsesi, por edhe lufta me institucionet e saj të inteligjencës përmes miqve të saj, sidomos Rusisë dhe disa shtabe të tjera të ndërtuara si ajo Nish që ka Rusia, po edhe shtetet të tjera nga lindja të cilat nuk janë armiqësisht të orientuar ndaj Serbisë dhe Rusisë, i shkaktojnë Kosovës probleme të mëdha edhe në fusha tjera. E kemi për shembull këto vitet e fundit është i theksuar shumë brenda islamit një strukturë e cila nuk ka të bëjë me islamin, po ka të bëjë me politikën brenda islamit, e cila në çdo mënyrë e ka gjetë një terren të përshtatshëm për të ndikuar tek masat e popullit, dhe përmes atyre masa mundohet me dezorientu popullin ka ato vlera progresive evropiane të cilat i ka Kosova dhe shqiptarët përgjithësi, dhe kjo paraqet një rrezik të madh, pa marrë parasysh që kushtetuta dhe ligjet ja mundsojnë qytetarit të merret edhe me fe dhe gjitha, dhe nuk duhet t'i ndalojë t'i pengojë askush ato. Por shtetit duhet këtë kujdes shumë se kush po infiltrohet mrena tyne dhe kush po i kontrollon ato dhe kush po i mbikëqyr. Do shate qëllimi i Serbisë ka qenë po ky, që neve të etiketohemi me termin si shtet islamik. Ata e kanë pas gjithmonë këtë synim, dhe nuk kanë heqë dorë asnjëherë prej kësaj, po kanë ndrru format, kanë ndrru mënyrat. Kemi Sanxhakun e Novi Pazarit, azon ku atje pjesa dërmuese e popullatës kanë qenë shqiptar, por sot nuk flasin më shqip, dhe quajnë veten musliman bosnjak bile, as musliman ka Kosova po bosnjak. Për fat mirë tash kanë filluar disa të ri me kuptuar realitetin dhe me ju rikthy gjenezës vet. Kjo është një sinjal i mirë, por tërshnia e shërbimeve... Kjo ka qenë si shkak që Serbia çdo herë i ka shpërlar një mënyrë trurin atyre njerëzve që jetojnë atje. Serbia ka punu shumë këtë drejtim, bile kemi një deklarat para 2-3 viteve të vetë presidentit Vučić, i cili thot që ai do të bashkëpunoj me muslimant e Sanxhakut dhe do të ndërtoj autostradën
prej Novi Pazarit deri në Sarajevo. Pse nuk e thot deri në Prishtinë, po deri në Sarajevo. Është më rëndësi shqiptarët Kosovës me jau hjek ka një copë çdo herë, ku të mujnë. Edhe kjo e dobëson qënësinë tonë kombëtare. Njerëzit ka njëherë edhe me qëllimin më të mirë bojnë gabime. Nuk besoj unë që një besimtari mirë qëllimisht i bën një të keqe venit vetë. Mirë po, kur nuk është i kujdesshëm, atëherë ato e merr në dorë dikush tjetër dhe e manipulon shumë lehtë, siç po na ndodh për fat keq, me të madhe, sidomos në Maqedoni, tek shqiptarët e Maqedonisë dhe në Kosovë, ku Bashkia Islame në Maqedoni tani për tani është e kontrolluar 100% për i shërbimeve inteligjente macedone dhe serbe, ku qytetarët e ndershëm, patriotë shqiptar, e kanë shumë të vështirë me ngritë zonin kundër këtyne dukurive. Kishte ka 3-4 ditë që kam qenë vetë atje dhe kam vizituar disa regionet banume me shqiptarë dhe ata e flasin vetë prapa kuloare tjera ku nuk del fjala në publik. Por në publik nuk guxon ta thonë këtë, nuk guxon. Nuk duhet lejojmë që edhe në Kosovë të na vjeni situatë të tillë, sepse ju po e shihni çka po ndodh me Iranin anej këto ditë edhe Izraelin. Na e dim kush e ka sjell lirinë e këtij vendit dhe këtij popullit. Bota nuk funksionon vetëm bardhëzi siç e shohin një pjesë e popullit këtu, po bota funksionon mbi interesat e përbashkëta. Dhe ne si popull të vegjël do t'i dim ku i kemi ato interesa dhe ku duhet të mbështetemi në mënyrë që të ecimi bashkarisht përpara me kombet e përparuara. Por edhe pala tjetër e luan rolin e vet dhe ndikimin e vet. Por detyrë parsorë dhe kryesore është e udhëheqësve kosovar, shqiptar që ta orientojnë popullin e vetë në drejtimin e dur dhe jo të koketojnë me grupe dhe qarqe të dyshimta, të cilat dita ditës përhapin dezinformatat, përhapin kulturat huja, përhapin ideologji të huja që nuk kanë bojnë kur gjë me demokracinë, as nuk kanë bojnë edhe me fenë, por kamuflohen dhe i jepet një ngjyrim fetar, dhe ato në fakt janë krejt diçka tjetër. Vërtet, zotëri Geca, neve kemi pa që përveç njerëzve të cilët bim prej provokimeve që Rusia bën përmes sulmeve kibernetike, ne kemi pa që edhe vetë presidenti, vetë kryeministri patërën në provokimin të asaj telefonatës së famshme, ndonë se thuhet se ka dhënë edhe shumë informata të cilat nuk kanë dalur në publik. Sa janë të rrezikshme këto informata që mund të ketë dhënë kryeministri, ndërkaq që nuk dihet koha se kur ata shohin të favorshme që t'i publikojnë këto informata. U bë një informat i cili u dha për zotrin Grenall, i cili u etiketua ashtu siç i tha kryeministri, po ndërkaq që parimisht prishi goxha punë. Ndoshta duket një deklarat jo shumë e rëndësishme, por ndërkaq që në arenën ndërkombëtare ka prish goxha punë. Sa mund të jenë të rrezikshme këto deklarata të cilët qeveritarët tanë japin, pa e menduar mirë ndoshta se ku po japin ato informata? Ka këtu disa probleme. Sigurisht që ato janë shumë të rrezikshme dhe të dëmshme për Kosovën, por për fat keq na kemi një qeveri e cila ka kryeministër dhe ministra të cilët të venin e punës për herë të parë kanë kryeministër dhe ministër. Dhe kjo është e rrezikshme për një vend, për shkak se ata njerëz nuk e kanë idenë se si funksionojnë shtyllat e shtetit, sepse për deri tek posti presidentit, kryeministrit, ministrit, në jetën e vetë njeriu duhet kaloj disa shkallë deri sa t'i mësoj gjitha ato se si ngritet personi deri atje dhe atëherë kupton si funksionon shteti. Dhe t'u mos i pas këto asete, atëherë njerëzit bojnë gabime sikur që ishte rasti edhe të quhet sekretari i shtetit amerikan naiv, edhe të quhet ky tjetri me një emër ofendues, edhe të thuhet që na s'kemi nevojë për një superfuqi se ne mundemi edhe vetë me i bë këto gjëra.
Kjo është Ka që Kosova s'ka as kapacitetet të duar as kapacitetesh. Por, këto ditë, nëse donë edhe leadershipi, po edhe vetë populli, vetëm letë për cilë situatën mes Izraelit dhe Iranit, se që ka pëndohë, përsis. Vetëm letë i shef ato raketat të cilat as nuk mund e imaginon qytetari se prej ka vinë dhe si mund të vinë ato. Unë si ushtarak e di shumë mirë, cilat janë mundësi tona, kapacitetet tona për me mbrojt qiellin e Kosovës për një sulmit tillë. Na si Kosovë, si FSK, zero. Ashtë fatë barësi që i kemë meqtanë këtu, edhe Amerikanët, edhe Europianët, cilët kanë edhe interesat të tyne, normal, se kërkush zvjen me të ndihmu pa pas e lajnë interes këtu. Por interesat tona jenë përputh edhe 99-ën, kur na kanë ndihmu dhe kanë bombardu një shtet të krishter. Serbia, Jugoslavia ka qenë shtet i krishter, e kanë bombardu shtetet e krishtera, se kanë sulmu për shkaqe ideologjike fetare, por për shkaqe krejtësisht tjera, për interesat e përbashkëta, dhe jenë bashku bashkë me neve. Si shqiptarë, si një grup shumë i vogël etnik në atë kohë edhe i parëndësishëm, por na kanë ndihmu edhe kemi fitu lirin, kurse sot në këtë kohë, 25-6 vite pas lufte, harrojmë çka ka ndodhur në atë kohë, edhe orientohemi totalisht gabim kundër atyne që sot na e kanë mundësu edhe këtë studio këtu, edhe me na parë nëpër televizione qytetarët tonë, dhe me bisedu me qytetarin tonë. Por kur leadershipi i shef gjonat ngusht dhe i shef vetëm interesat e veta, dhe e shef vetëm mundësin se a do të fitoj a i zgjedhjet e ardhme apo jo, atëherë siguria e shtetit edhe e ardhmja e shtetit rrezikohet. Kemi në krejt këtë fatkeqësi edhe një fat, që është interesi global i përëndimit. Evropa nuk do në me pas një njollë zezë, si që është Balkani mrena trupit saj. Do në me stabilizue Balkanin dhe kjo është arsyeja pse ka njëherë edhe na i durojnë disa të këqija edhe disa gabime. Për ndryshe nuk do të na i duronin. Ose do të na lenin në mshirën e fatit, edhe do të heqnin dorë, ose do të ndërmerrnin masa drastike ndaj nesh. Por këta kanë qenë, përëndimin këtë rast SBA-ja ka qenë shumë e kujdesshme me neve, ju kujtohet largimin nga defender i ushtrimit kalum që ja boni FSK-s, e lejoj FSK-n deri në ditën e funit me vazhdu, me kry, sepse ka respekt për FSK-n, edhe profesionalizmin e saj, por nuk lejoj ditën deri në fund kur duhet me marrë pjesë politikant, kur duhet me u bë certifikimi i njësive dhe ushtarake. Pse nuk e lejoj? Për me dho sinjal politikës që ti e gabim. Edhe unë e ty tash nuk ta mundsoj këtë ecje për para, por FSK-ja është e mirë profesionale. Kësaj herë e banë një ushtrim edhe matë madhë, edhe matë pregaditun mirë, edhe e qunë deri në fund, mirë po thjesht rolin kryesor e kishte SBA-ja bashkë me FSK-n, të cilët u treguan të jashtëzakonshëm, dhe ky aset që kemi në dorë të shkëlqyshëm neglizhohet prej politikanëve tonë. Neglizhohet për shkak se është ajo ideja, mirë, une si kryeministër ose president çështjet e mëdha ndërkombëtare s'muj me i qu përpara, hajtë merr na une me përgatitjen e terrenit tek populata këtu që edhe nesër t'i fitoj votat, une me një farë patriotizmi të rajshëm, sepse kjo është patriotizmi i rajshëm. Patriotizmi real është ai kur ti bashkë me miqt e fuqishëm e mbron vendin tanë, edhe e çon përpara vendin tanë, e jo e izolon, jo i bën blokada, jo qofshin ato politike ose ekonomike. Kemi Ministrin e punëve të jashtme dhe punëve të mbrojtshme që SBA-ja s'ta lejon me shku as musafir në SBA. Çka do të thotë kjo për një shtet? Është tepër e dëmshme. Por edhe ambasada, disa herë janë deklaruar, ambasada e SBA-s ka qenë shumë e saktë, decisive. Na me popullin shqiptar të Kosovës kemi raporte shumë të mira,
por s'kemi me qeverin. Qka duhet me thonë tjetër? Qka duhet me thonë popullit tjetër? Ashtë shumë e qartë. Prandaj, po them, ose duhet leadershipi me u këfjell, me pa vetën ku është, me lo interesat personale, ose duhet me lëshu rrugën dikuj që punon këtë drejtim si duhet. Zotri Geca, një kemi pa shumë shpesh deklaratat të Zotri Kurtit që, më falni, jemi të rrezikuar për luftë. Sa mund të jenë të vërteta këto deklarata? Edhe a është gjendja stabile në veri të vendit, ashtu si që po proklamohet vazhdimisht? Loja me fjalë e politikanëve shpesh në gjallë huti tek njerëzit. Pa, mund të jenë rrezikshme edhe këto loja me fjalë të... Po, edhe këto mund të jenë të rrezikshme, por luftrat gjithmonë kanë qenë permanente rrezik për shtetet ndryshme. Kur njëherë paqe s'ka pas. Edhe për shumë kohë besoj që derisa njerëzimi i këtill nuk do të ketë, por tani për momentet e caktume, a ka rrezik drejt për drejt, apo s'ka, kjo është një çështje tjetër. Dhe deklarata e kryeministrit ka qenë me paraqitjen e tillë sikur e kemi në rrezik që veç ka shkrisin moment. Dhe situata nuk ka qenë ashtu. Pse s'ka qenë ashtu? Sepse të i njoft procedurat e veprimit, edhe qeveritare, edhe politike, edhe të sigurisë, del që ajo ka qenë thjesht një deklarat e zbrast, sa për opinionin. Pse e zbrast? Kur unë e di që po du me usulmu për i dikujt, unë ndërmar masa. Edhe ato masa janë dukshme. Mas pari pregadis policin, FSK-n, pregadis mbrojtjen civile, pregadis qytetarët, qysh duhet me mbrojt, qëfar masash duhet me ndërmar, cilat pregaditje me bo. A ju kujtohet që ka pas në i veprim të këtil mas asaj deklarat? As një. Në më thonë, ka qenë thjesht një deklarim politik, i ngjaj shumë sikur me atë kërcënimin në Maqedoninë e Veriut, kur tha se dikush ka dashur me bë atentat në kryeministrin, u fol një ditë dhe pas asaj dite nuk u përmend kur u harru komplet, sepse s'ka ekzistu. Dhe vetë fjalia që e thot kryeministri është shumë interesante. Thot po kam vrejt shumë forca policore të shtume atë ditë në vizitën time. Po gjatë vizitave të leadershipit gjithmonë ka forca policore të shtume. Ata përkujdesen për sigurinë e tij. Por kjo është shit në opinion. Dhe vazhdimisht shitja e këtyre deklaratave në opinion nga leadershipi i kanë sjell disa poena tek një shtresë e popullit e cila as nuk e ka profesion këtë punë, edhe nuk nalet me mendu gjatë a mund t'jetë deklarate vërteta, apo jo, po i beson thjesht ati që ja ka dhënë votën edhe thot ky po deklaron kështu, duhet t'jetë ashtu. A në fakt nuk është. E që fatkeqësisht mund të sjellin goxha shumë dëme në opinion publik, qoftë edhe me largim nga vendi për shkak të sigurisë, të cilët kryeministri ka cilësuar se nuk është e mirë. Zotri Geca, ju faleminderit shumë që erdha në Infode dhe ndam të gjitha këto informacione që ishin mjaft të rëndësishme për çështjet e sigurisë në vend. Faleminderit juve. E ne të nderuar shikues të Infodes, po e përmbyllim këtë emision, shihemi nesër në po të njëjtën kohë.